Gjermania shpreh mbështetje të plotë për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian me bindjen se hapja e grup kapitujve do të mbyllet brenda këtij viti fal punës së ekipit negociator. Duhet ta përgëzoj Shqipërinë dhe qeverinë shqiptare për hapjen e 4 prej këtyre 6 grup kapitujve në 8-9 muajt e fundit që nga tetori vitit kaluar. Ky është një shans shumë i mirë. Dhe ajo që mund të shohim në një nivel teknik është se ekipi negociator po bën një punë shumë të mirë, sepse tashmë këto 4 kapituj në 9 muaj janë një rekord. Jam shumë i bindur se me këtë kapacitet e ekipit të Truezës, pjesa tjetër e grup kapitujve do të hapet deri në fund të vitit. Pra nga kjo anë, me të vërtet duhet përgëzoj qeverinë, popullin për shpejtësinë. Në rrugtimin e Shqipërisë drejt BE-s, ambasadori thotë se do që Gjermania të jetë në krah të vendit tonë për të asistuar në shumë fusha, veçanërisht në luftën kundër korrupsionit e krimit të organizuar. Ne do të shqyrtojmë çështje si partneritetet administrative në çdo kuptim të mundshëm për të forcuar kapacitetet administrative. Në këtë kontekst, ne do të përqendrohemi shumë në çështjet që janë ngritur, siç është për shembull sundimi i ligjit dhe lufta kundër korrupsionit, që ngrihen në raportin e fundit të progresit të vitit kaluar. Dhe jam shumë i lumtur që e ndajmë këtë fokus me qeverinë. Ata janë zotuar ta bëjnë këtë për të trajtuar këtë çështje që shqetësojnë edhe shumë njerëz shqiptar me të cilët flas. Jam shumë i bindur se Shqipëria mund të arrijë mjaft nga objektivat që i ka vënë vetes, dhe ne do ta shoqërojmë Shqipërinë në këtë rrugtim. Komentet ambasadori gjerman i bëri gjatë një inspektimi të projekteve të mbështetura nga KFV-ja gjermane dhe GIZ në disa qytete në Shqipëri.